Gjafo, çfarë arriti opozita me protestën e të shtunës me ndonë? Si e pe? Unë nuk pash gjykum të shkruar cilat janë objektivat e protestës, por besoj deduktoj sepse unë kam parë protestën edhe të 14 shtatorit në Thetetës, edhe të 21 janarit 2011 dhe gjithë protestet e tjera. I kam parë si gazetar, dhe si gazetar ka një avantazh që ishe i detyruar të raportosh dhe ishe shkon nga cepin cep. Nëse ka pas një protest që për pak e rrëzoi qeverinë dhe për mos ishin amerikanët që i thanë të rëmbyem si Noriegën, kthe urgjent tanket të gardës në Theteta, 14 shtatori në Thetës Zvja kishte rritur qëllimit, sepse nana u largua, por nuk pati rotacion dhe unë nuk besoj me sa e kam ndjekur si dëshmitar ngjarjen dhe me sa kam reflektuar më mbrapa që Berisha e donte ta merrte pushtetin me dhuna, i thjesht donte që nana të largojë, që ndodhi pak më vonë, por kjo nuk solli Berishën pushtet. Sa i përket të bukurës si një përcaktim paksa estetik se çfarë edhe duhet bëjmë marrëveshje fjalës është e bukur, unë do t'i thoja Avenirit që protesta e 11 korriku të 2024, se pare që Berisha bëri mbas turit foltoreve, për mua ka qenë një proces e shkëlqyer. E 22-shit? Edhe për mua është. E 2024. 11 korrik 2024. 7 korrik. 7 korrik. Korrik 2024, dakor, të lëm datën korrik 2024. 7 në orën 7. Kurse kjo protest i arriti qëllimit për një gjë. Unë e kam parë në të gjitha mediat ndërkombëtare protestën. Pse? Dhe këtu dalë pak përsëri te Rama. Të gjitha argumentat, dhe unë e thash që në kryeterës, pra nuk mund të më akuzoni që bëj avokat në Ramës, thash kur humbet legitimitetin brenda vendit, do përpiqesh të rikuperosh kapital politik jashtë vendit. Të gjitha argumentat që janë sot brenda vendit qëndrojnë, manipulimi zgjedhjeve, akuzat e spakut, edhe pse jo ekuivalentimi fajsisë, sepse presupozohet të prezumim pavarësi të tjerë. Përgjimet të cilat ne i dim që i shpërndan vetë spaku në mënyrë që të fitojë betejën me opinionin publik, sepse në radhë parë është betejë me opinionin publik. Kështu që ka probleme Shqipëria ka, që qeveria e Edi Ramës deri më sot ka qenë një qeveri ku shumë veta kanë ngrënë kumbulla, dardha, pjeshka, ku diun se çfarë kuristi, kjo është po e vërtet. Që ka një bast publik, njëri prej deputetëve të Partisë Demokratike, për shembull Arjan Doja, ka thënë publikisht televizor, ka thënë citoj se ka thënë publikisht, në Marsta e kanë i thënë. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Partia Demokratike, qysh kur në Shqipëri erdhi Krislas Civita, u shjeu dhe një narrativ tjetër, që do i hiqet Berishës non grata. Që erdhi Trumpi, tani që erdhi La Civita, do i hiqet non grata, në fund të marsit, në datë 25, thonte një shoqja ime dhe joti as për përmendimin nga Partia Demokratike, Berisha do shkojnë në Amerikë. Pastaj doli një letër që i kishin bërë me Demek ca Departamentit të Shtetit Marko Rubio, si ti ishte non gratën Berishës e tjerë do të ndihmonte për zgjedhjet. Pra ushqyer kjo lloj narrative. Rama doli, pastaj ideja që Rama është i izoluar ndërkombëtarisht. Ramën nuk e do njëri. Mbas rastit Maduros thanë do të vinë ta marrin Ramën këtu si Noriegën edhe si Maduro. Si vllajën, si vllaunet i venezuelian. Të gjitha këto nuk ndodhen dhe në momentin kur opozitës kjo lloj narrative, që për mua ishte kot se s'kishte pse ta bënte, sepse ka plot halle të brendshme Shqipëria që mund nuk ishte shiko. Marrim atë të Maduros. Ta mbaroj vetëm do më lesh vetëm 2 fjali ta mbaroj, por s'kam un problem ta bëjmë forën të debatit. Shkurtë, që të kaloj te sheja dhe te zekti pastaj. Narrativa është, ju Partisë Demokratike i ra kjo lloj narrative, sepse tregoi që Rama 1 nuk është kaq i izoluar në rangun ndërkombëtar, në arenën ndërkombëtare, vizita e Izraelit është një, e thamë që ai do të përdori çdo rrugë të mundshme, nda Xharet Kushnerin, që është pjesë e bordit ekzekutiv, bordit për paqen, ndaç ftesën për të shkuar në bordin e paqes, ndaç biznesin privat të Ivankës dhe Xharetit, ndaç faktin që mbas atij biznesi privat ka financues të fuqishëm që është Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ai mori një dekorat, një vlerësim shumë të madh, të gjitha ato do t'i luaj pikërisht që të shkojnë në shtëpinë e bardhë. Tani, edhe sikur po shkoj tek se cili është finaliteti i Partisë Demokratike përmes protestës përmes gjithave. Partia Demokratike përmes së protestës donte të ndërkombëtarizonte që në Shqipëri ka i problem. Edhe Berisha sot në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, mesazhi që solli kjo është. Por kjo nuk do të thotë i dashur Avenir që edhe nëse Rama merret i pandehur, edhe nëse Rama ku diun se çfarë ikën, të krijohet qeveria teknike. Pse? Mund të ndodhë. Po mund të mos ndodhë. Pse? Presidenti Trump e tregoi në rastin e Venezuelës që i tha Machados që i solli dhe liderës opozitës, solli dhe
Çmimi Çmimi Nobel, Nobel për paqe, i tha, jo, tha ti, tha se nuk kem mbështetje në vend, tha, do ta bëj Delcy Se Rodriguez. kishte hallin e demokracisë ai atje. Do ta bëj ajo, kështu që nga pikpamja ligjore ti e di, gjithë ne e dim, që Partia Socialiste mandatet i ka. Ajo që po përflitet shumë në Shqipëri, që mbetet gjithmonë në kuadrat një thashë themi politik korridorësh etj. Është që edhe nëse ikën Rama, kryeministri do të dalin nga Partia Socialiste. Pra pse merr do të PD-ja? Dhe ne dim nga 97 deri në 2005 ka pas 7 qeveri socialiste, 3 nanos, 2 metës dhe 2 majtos. Kështu që tani, për sa i përket narrativës që do e marrin Ramën si Ramadura. Po, tani, jo, që na ndihmoj Trumpi neve më. Leje se kjo Ramadura s'është e fundit që do na ndihmoj Trumpi neve. Do ndihmoj PD-n. PD-n, doktori do shkojnë në Amerikë, do t'i qeton grata. Tani, ato çfarë unë kam thënë, i qëndroj të gjitha, flas për vete, nuk për flas me atë. Era në studion tënde kam thënë që unë shoh Partinë Socialiste të futur në një, nuk të them dot pas 6 muaj, pas një viti, por në qoftë se kemi parë Partinë Demokratike këta 4 vjet në një kurth, po themi në një cikël të problemeve të brendshme. Ajo çfarë do shohim tek Partia Socialiste do të jetë shumë fish më e madhe, sepse ata kanë probleme me burgun edhe me bandat edhe me njëri tjetrin. Për sa i përket narrativës, ajo çfarë u kriju si narrativ e helikopterëve të forcave amerikane që vinë e zbresin në kryeministri, është një gallat që filloi në rrjetet sociale. Kjo ardh shumë vonë. Shko më herët. Shko qite vizita 25 mars e Berishës në Amerikë. Tani, të vizita e Berishës në Amerikë. Edhe ato që përmendet ti, po edhe të tjerë, i kapi një entuziazëm. Një eufori që nuk lidhej as me pozicionin e Partisë Demokratike dhe as me pozicionin e Qeverisë së Bashkuara të Amerikës.